Në mëngjesin e 28 majit, një aksident i thjesht në komunikacion do të merrte një kthes të pazakont në rrugën Shpëtim Bojku në Pejë, pak metra larg stacionit policor të Pejës. Sipas raportit policor dhe deklaratave të zyrtarëve përgjegjës, ndonë se jo i përfshirë në aksident, një person i tretë i quajtur Sali Devolli u përfshi në këtë rast, i cili qoi deri në arrestimin e tij dhe përfundoi me shqiptim të një gjobe për kundërvajtje për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Por çfarë nuk u mor parasysh gjatë rastit dhe pse nuk u njoftua prokurori kujdestar për këtë çështje? Bazuar në një raport policor të siguruar nga betimi për drejtësi, i përpiluar nga njëri prej 4 zyrtarëve policor të thirrur në këtë rast për të shkuar në vendin e ngjarjes, tregohet se personi Sali Devolli pengon punën e zyrtarëve policor gjatë këtij rasti, teksa hedh pretendime mbi masat e ndërmarra për aksidentin nga të njëjtit. Ne kemi bërë shiqimin e aksidentit ku ishin të përfshira 2 veturat dhe të njëjtit janë udhëzuar që të shkojnë me raport evropian pasi që dëmi ishte shumë i vogël. Por gjatë shiqimit të aksidentit është afruar një person i cili nuk ishte i përfshirë në këtë aksident trafiku. I njëjti na drejtohet neve me fjalët: "Ky kerr që është parkuar këtu, pick-up është fajtori këtu. Mos t'i shkon kë nuk ishte ndodh aksidenti. Pse s'merrni ju masa ndaj këtij kerri, ave që është koleg i juaj? Kloshart, që tash e bëj foto unë dhe ju çoj në IPK, e tani e shikojmë." I njëjti e ka bërë një bisedë në telefon dhe pasi që është liruar rruga Shpëtim Bojku, i njëjti nuk ka larguar veturën e tij dhe ka qenë duke bllokuar komplet shiritin e djathtë të lëvizjes. I njëjti ka qenë në afërsinë tonë ku ne kemi dashur të shqiptojmë një gjobë veturës pick-up. Tutje bazuar në raport, Sali Devollit ju kërkuan dokumenta 3 herë për shkak të bllokimit të rrugës, por se i njëjti thuhet se refuzonte këtë kërkesë të zyrtarëve policor. Të njëjtin e kemi njoftuar se duhet të vijë së bashku me ne në stacion. I njëjti edhe atë urdhër e refuzon dhe nuk del nga vetura. Të njëjtit i është thënë përsëri që të dal nga vetura. Ai është dal nga vetura dhe ne na ka thënë: "Kush jeni ju me m'arrestu? Nuk më njehni hala, ju kallzoj unë juve. Nesër keni me desh uniformen ju dhe më vendosni prangat përpara." Bazuar në raport policor, Sali Devolli arrestohet dhe shoqërohet në stacion policor. I njëjti fillon të bisedon me mua duke më thënë: "Çka u bë? Pse po më shikon?" Të njëjtin e kam njoftuar që të kujdeset qysh po shprehet në prezencë tonë dhe që unë jam përgjegjës për të ruajtur deri në stacion të policisë. I njëjti më thot: "Ti për mua je askushi, mos u frikso, nuk do të ik." Sipas këtij raporti zyrtar pas shoqërimit në stacion policor, Sali Devolli është njoftuar se do i bëhet një kontroll e trupit, ku pastaj, siç thuhet në raport, ai u drejtohet me fjalët: "Unë jam Sali Devolli, nuk më njehni ju hala, e merrni vesh ju shpejt se kush jam unë." Tutje thuhet se personi i arrestuar nuk ka prezantuar dokumentat edhe në stacionin policor në Pejë.